Fshatar, bëuni gati për dal edhe ju në protest. Pas grabitjes që Edi Rama i bëri Bregdetit me ligjin 21/2024 për investitorin strategjik, zonave të mbrojtura dhe paketës maleve, ndërkohë që dje qytetarët po protestonin për ditën e 47 para kryeministrisë, Parlamenti shqiptar po miratonte një ligj tjetër i cili u jep investitorëve të huaj 100.000 hektar tokë bujqësore. Pasi ja tërhoqi veshin Europa për ligjet e investitorëve strategjik dhe zonave të mbrojtura, Edi Rama bëri sikur do të tërhiqet dhe ka fillu të aplikoj një plan të dytë, një strategji tjetër se si të rrëmbej tokat e shqiptarëve. Do thot në njoni për jush, jo po s'ka shanse me ma marrë tokën, jo po kneja pa ne. Ekzistojnë disa ligje për para kësaj, të cilat ty ta morin tokën edhe pse ti e ke me tapi. Një, ligji parë, thot, toka i takon atij që e punon. Pra shqiptarët gjithë janë largu në kurbet nga mungesa e zhvillimit ekonomik këtu në vend dhe e kalon tokën pa punueshme, pra nuk kujdesen për tokën. Ky është ligji parë që ai të thotë unë mundem me ta marr tokën ty, sepse ti s'po kujdesesh për tokën. E dyta është ligji përcakton kur ti nuk pagun taksa mbi 20 vjet për një X tokë. Shteti thot që tashmë më përket mua sepse ti nuk je kujdes për këtë tokë. Nuk e paguajt detyrimet që të takojnë për 20 vjet dhe si rregull shteti i takon që ty dhe të bëhet pronar i tokës tënde, edhe pse ti e ke me tapi. Iku kjo. E dyta, nëse ti dhe më thënë ja le dikuj qoftë edhe pa lek për të përkujdes për këtë tokë, ose për me marrë prodhimet e tua, dhe ai shkon dhe deklaron të kryetari i fshatit, të kryeplaku i fshatit ose i lagjes, merr një letër që unë e kam përdorur këtë për 20 vjet, e kam shfrytzuar dhe jam kujdes për këtë tokë, i lind e drejta që ai ta posedoj dhe me letra. Pra, ligjet janë dhe këto ligje do të aplikohen pas miratimit të këtij ligji të ri i cili po ju merr tokën e Bukës dhe po të mori tokën e Bukës qeveria, ty po të merr jetën dhe ti je jabanxhi në fshatin tënd, në krahinën tënde, në vendin tënd, nëse ti nuk ke mundësi më të krijosh ekonominë tënde familjare. Kështu që është koha juaj tani ta tregoni veten, të zgjoheni dhe dilni në shesh t'i bashkoheni popullit. Sepse po vjen e keqja e radhës sa po ka trokit në derë.